Vetëm pak orë pasi presidenti Nishani firmosi dekretet, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj reagoi për herë të parë për akuzat e bëra ndaj tij. Duke i konsideruar ato shpifje të ulta të orkestruara nga Partia Demokratike, Xhafaj mohoi të ketë qenë pjesë e organeve të ish sigurimit të shtetit apo të hetimit e për më tepër të ketë marrë pjesë në torturimin e qytetarëve. Asnjë ditë jetësime nuk kam shërbyer në strukturat e sistemit të sigurimit të shtetit dhe Ministrisë së Brendshme të asaj kohe, dhe as në organet e hetimit që ishin pjesë e Ministrisë së Brendshme. Në deklaratën e shpërndar për media, Xhafaj akuzoi opozitën se e porositi keq informimin publik duke e pasur si synim tensionimin e situatës politike. Ministri i ri i Brendshëm tha se ishin përdorur dëshmitar të rrem për të përbaltur figurën e tij. Të gjitha këto fakte, të cilat jam i detyruar t'i ndaj sot me publikun, më bëjnë të ndihemi keqardhur për mënyrën se si individët që kanë ngritur akuza ndaj meje janë keq përdorur nga porositësit e tyre. Dhe në të njëjtën kohë, jam i befasuar edhe nga mënyra që opozita ka zgjedhur për të përdorur historitë e 2 emigrantëve, të cilët i ka kthyer në dëshmitar të rrem për të provuar një akuzë të rreme në sallën e gjyqit të rrem të organizuar në selinë e re të Partisë Demokratike. Për ata të cilët më njohin sadopak personalisht, por me siguri edhe për shumicën e opinionit publik që ndër vite është njohur me punën dhe qëndrimet e mia, do të ishte e panevojshme që sot të deklaroj se nuk kam asnjë lidhje me sa pretendohet kundrejt meje. Xhafaj theksoi se edhe sulmet e mëparshme lidhen me detyrën që ai ka ushtruar si kryetari i Komisionit Reformës në Drejtësi. Këto akuza e shpifje i kanë kaluar të 15 vjetët dhe e kanë marrë përgjigjen më shumë se një herë. Ato reaktivizohen sa herë më besohet një detyrë me rëndësi, njësoj si herën e fundit gjatë kryerjes së funksionit të kryetarit të Komisionit Parlamentar të Reformës në Drejtësi. Menjëherë sapo kryeministri Edi Rama publikoi emrat e 4 anëtarëve të rinj të kabinetit, opozita reagoi ashpër për kandidaturën e Fatmir Xhafajt, të cilin e akuzoi si torturuesin e disa qytetarëve gjatë regjimit diktatorial. Lulzim Basha madje kërcënoi se Xhafaj do të bëhej ministri i Brendshëm vetëm nëse kalonte mbi trupat e demokratëve.